Bismillahirrahmanirrahim. Në ditë të sotme, njerëzit shpesh ankohen për mënyrën se si përballen me pabesin, me gënjeshtërën, me padrejtësinë, me komunikimin jo të pastër me njëri tjetrin. Po kërkoja për këtë temë dhe gjeta një hadith shumë të rëndësishëm që konsiderohet si një ndër bazat e qytetërimit islam, me të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam udhëzonte besimtarët këtu e 15 shekuj më përpara. Ai që në marrëdhënie me njerëzit nuk i bën padrejtësi, kur flet me ta nuk gënjen, kur i premton diçka nuk i pret në besë, është person i cili ka arritur kulmin e njerëzillekut, drejtësia është shfaqur në veprat e tij dhe ky njeri është obligim të merret për vëlla. Ky njeri është obligim të merret për vëlla, çfarë do të thotë? Që kur muslimani arrin të shfaq këto cilësi që ja kërkon feja e tij në përditshmërinë e tij, do të thotë se ka arrit majat e njerëzillekut, fisnikërisë, krenarisë, së njeriu të pjekun. Në fakt, pyet në veten. Sa herë ka qellu që dikush ju ka premtuar diçka dhe nuk e ka marrë fjalën? Fjala bie. Kësir bojnaxhin, kësir hidraulikun, kësir një mekanik, ke la një takim me një person për cilin ti ke nevojë. Dhe thot, nesër në orën 10. Pas 2 ditësh, pas një jave, dhe kalon ndoshta 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, dhe ajo punë që mund të kryhej për pak orë, akoma nuk është kry. Sa herë të ka qellu që në marrëdhënie me një familjar, një të afërm, një kolegun tënë, të ka dhënë fjalën për diçka, dhe Zoti na ruaj të ka gënjë. Sa herë ka qellu që dikush ju ka trajtuar me padrejtësi. Gjanëm po të hedhim syt gjithandaj në realitetet tona, sa çështje hapen çdo ditë ku njerëz që ju është bë padrejtësi nga të afërmit, nga të njoftunit, nga kolegët, nga mbushin dosjet e gjykatave me padrejtësitë që përhapen gjithandaj. Ndërkohë që në Islam, pejgamberi alayhi salatu wasalam kërkon nga muslimani që kur të flas të mos gënjej, që të sillet me njerëzit me drejtësi, jo me padrejtësi. Mos i baj zullum dikujt. Subhanallahu, e ka ndalu zullumin edhe ndaj kafshës së gjorë, kafshës së vogël. E ka porosit muslimanin që kur të komunikojë me tjetrin, ta maj fjalën që e ka dhënë. Dhe për këtë njeri ka thënë që ky e ka plotësuar njerëzillekun, ka arrit majat edhe kulmin e burrnisë, krenarisë legjitime, njerëzillekut të arritun, dhe thotë që ky njeri është obligim të merret për vëlla. Dhe më thanë, bani që mos të jeni nga ky soi njeriut, dhe po të gjeni një njeri si ky, konsiderojeni vëllaun tuaj. Shkoni me të, qëndroni me të, bashkëpunoni me të, sepse prej tij vjen kret e mira. Të dashur të shtrenjtë, janë disa veprime që në përditshmërinë tonë nuk na kushtojnë asgjë. Mirë po në peshorën e pejgamberit alayhi salatu wasalam vlejnë plotësinë, arritjen e majave më të larta, kulmin e realizimit të njeriut, kalifi Allahut në jetën e përditshme. Ti lutemi Allahut që të na jap mbarësi me jetu me faqe të bardhë, me rujt dinjitetin e Islamit, edhe me e dëshmu me të gjitha krijesat e Zotit pa asnjë dallim. Allahu ju dashtë.